حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تمام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtarë, thot Allahu subhanahu wa taala: Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është në kohën e caktuar apo në muajin e caktuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Al-hajju al-mabrur laysa lahu jazaohu illa al-janna. Haxhi i pranuar nuk e ka shpërblimin vetëm se xhenetin Allahu tebaraka wa taala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më e mirë është fjala Allahu tebaraka wa taala. Ndërsa udhëzimet më të mira janë udhëzimet profetike, fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Veprat më të këqijat janë bidatet, risit në fe. Çdo bidat risin njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhenem, duke lutur Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukura dhe sifatet e tij të plota, Allahu të na ruaj dhe të na mbrojë nga zjarmi i xhenemit, dhe duke lutur Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bëjë nga banorët e xhenetit ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Nga dita e hënë, insha Allahu taala, prej javës së ardhshme, muslimanët, besimtarët anëmban botës ku jetojnë dhe banojnë në rrezullin toksor, do të hynë në një muaj të ri. Do të hynë në një hënë të re. Ndërsa haxhilerët nga anët e ndryshme të botës, vetëm se disa ja kanë mësuar dhe do t'ja mësyn Qabës, shtëpisë Allahu tebaraka wa taala, Mekkës, për ta kry shartin e 5 të Islamit. Ajo është haxhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, transmeton hadithin Omer ibn Khattabi radiallahu anhu: Buniyal islamu ala khamsin. Feja jon, dini jon është ndërtuar mbi 5 shtylla kryesore. Shahadetun la ilaha illallah, dëshmia në Allahun, wa anna Muhammadur Rasulullah, dhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dyta, iqametus salah, falja e namazit. E treta, ita'uz zakat, dhënia e zakatit. E katërta, somu Ramazan, agjërimi muajit Ramazan. Dhe e pesta është wa hajjul bejt men istata'a ilayhi sabila, dhe kryerja e haxhit kush i ka mundësit.
Kështu që të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, në javën e kaluar kemi mbajtur hutbën ku kemi fol për vlerën e muajit Dhul Qaada. Dërsa neve gjendemi tani në përfundim këtij muaji. Kemi fol rreth vlerës së muajit Dhul Qaada, kemi treguar se muaji Dhul Qaada është njëra prej muajve të shenjtë. Gjithashtu edhe muaji i Haxhit, tani që po shpresojmë inshallah jemi gjallë, shnosh e mirë që të hymë në muajin e Haxhit, faktikisht në këto 10 ditët e para të Haxhit. Gjithashtu edhe muaji Dhul Hijja, të nderuar vëllezër, konsiderohet prej muajve të shenjtë. Kemi treguar se ato 4 muaj, domethënë Rajab, i cili gjendet mes Shabanit edhe Jumada, është një, pastaj muaji Muharram, muaji Dhul Hijja edhe muaji Dhul Qaada, 4 muaj prej 12 muajve që ka kriju Allahu subhanahu wa taala, dhe 4 muaj ka veçu. 4 muaj i ka veçu që muslimani, besimtari duhet t'i kushtoj rëndësi këtyne 4 muajve me ibadete, me punë dhe vepra të mira dhe me pas kujdes ndaj mëkateve, gjunave, sepse mëkati, gjunahi e ka rrezikun e vet, ashtu sikur që shpërblimit veprat e mira të cilat bën në këto 4 muaj e kanë shpërblimin shumë të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, Allahu subhanahu wa taala në surën, faktikisht në gjysmën e fundit të Kuranit, të Kuranit, në gjuzin Amma, në surën Al-Fajr, është një surë në Kur'an, suratul Fajr, surja e agimit, surja e sabahut, ku Allahu subhanahu wa taala po betohet. Allahu po bën be në këtë surë. Dhe vetëm Allahut i takon betimi, mu betua në krijesat e vet, edhe mu betu me be në krijimtari. Çka ka kriju Allahu subhanahu wa taala prej tokave dhe qielleve, sepse ai ka kriju ato dhe atij i lejohet mu betu në të, sepse në diçka kur betohet Allahu azza wa jall, duhet t'i kushtohet rëndësi, sepse ka pesh ajo në çfarë Allahu xhalla xhelalu betohet. Thot Allahu subhanahu wa taala, wal fajr, pasha agimin, pasha sabahun, e lum ata të cilët fillojnë ditën e tyre me namazin e sabahut. Lum ata të cilët fillojnë ditën e tyre me namazin e sabahut. Allahu po betohet në namazin e sabahut. Wal fajr, pasha agimin, pasha sabahun. Kurse mirë ata të cilët vazhdimisht flejnë edhe nuk e falin namazin e sabahit, edhe nuk i kushtojnë rëndësi, Allahu me na ruajt. Pastaj vazhdon ajeti kuranor, vazhdojnë betimet e Allahut subhanahu wa taala ku thot walayalin ashr, pasha 10 netet. Pasha 10 netet. Kush po betohet? Hoxha? Jo, hoxha nuk po betohet. As Muhamedi alayhi wasallam këtu në këtë ajet nuk po betohet. Po betohet Allahu subhanahu wa taala për këto 10 ditë, domethënë prej honës deri në ditën e therrjes së kurbanit, apo deri në faljen e Kurban Bajramit. Këto 10 ditët janë shumë të mëdha. Wal fajr wa layalin ashr, pasha 10 netet. Kështu betohet Allahu subhanahu wa taala, ndërsa Ibn Abbasi radhiyallahu anhu thot Allahu subhanahu wa taala po betohet në 10 ditët e Dhul Hijjes. Këtu në këtë ajet kuranor Allahu po betohet në 10 ditët e Dhul Hijjes. Pastaj vazhdon përsëri betimi i Allahut subhanahu wa taala, thot wash-shaf'i wal-watr, pasha çiftin dhe tekun. Allahu xhalla xhelalu po betohet në tek, në ditën, faktikisht në ditën Arafatit. Dita Arafatit është kur është nata e Kurban Bajramit. Është e pëlqyeshme edhe agjerimi asaj dite ku do të folim për vlerën e saj, dhe po betohet Allahu subhanahu wa taala në ditën e therrjes së Kurban Bajramit, sepse çaja e therrja kurbanit që bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj namazi im, jeta ime, kurbani im, vdekja ime janë të gjitha për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që vëllezër të nderuar, po hyn këto 10 ditët. Muslimani dhe muslimania duhet me pas parasysh, duhet me kushtu rëndësi këtyne ditëve të Haxhit, përderisa haxhilerët vetëm se ja kanë mësye çabës atje për ta kryer shartën e 5,
ndërsa neve s'kemi pas mundësi dhe një numër i konsiderueshëm muslimanëve s'kan pas mundësi me shku me krye haxhin, Allahu subhanahu wa taala ju ka mundsuar atyre që të bëjnë edhe punë dhe vepra tjera, përveç kryerjes së haxhit është leximi i Kuranit, është agjerimi i ditës Arafatit, është dhikri, edhe ka shumë punë edhe vepra të mira që muslimania mundet me i bë gjatë ditëve të të muajit Dhul-Hijja deri në therrin e kurbanit të tija ditë kur do e therr kurbanin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr. Të nderuar vëllezër xhamatllin, dietarët islam kanë ra në dilem, ikhtalafa al-ulama. Kanë ra në dilem, kanë thonë se cilat janë ditët më të mira. A janë ditët e haxhit, 10 ditët e para të haxhit, apo janë 10 netët e fundit Ramazan? Kanë ra në dilem. Pastaj janë dalë prej dilemit tyre dhe kanë thonë se 10 netët të fundit Ramazan, janë netët e Ramazanit, sepse në të është nata e Kadrit, në të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur Kur'anin. Kanë thënë netët e fundit Ramazan janë më të mira, domethënë të ymrit në këtë dynja, sepse në të ka zbritur Kur'ani në natën e Kadrit. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salam, iltemisuha, kërkojeni natën e Kadrit, sepse shpërblimi i saj është më shumë se sa 84 vite, ashtu sikur që ka ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salam, ndërsa kanë thonë se 10 ditët më të mira të ymrit, 10 ditët më të mira në këtë dynja janë ditët e haxhit. Janë ditët e haxhit të nderuar vëllezër xhamatllin. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayami dunya ayamul 'ashr, o kama qala nabiu alayhi salatu wasalam, ditët më të mira. Dëgjoni mirë këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, është e shkurt. Inshallah mi pi atyne që e kuptojmë dhe praktikojmë dhe japim rëndësi këtyne 10 ditëve, duke bu punë dhe vepra të mira dhe duke u largu dhe duke braktis mëkatin, gjinohat dhe kështu të merat. Afdalu ayami dunya, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditët më të mira të dynjas, qysh prej asaj kohë kur i ka kriju Allahu subhanahu wa taala 12 muaj. Ka thënë ditët më të mira dynjas të ymrit ton janë këto 10 ditët inshallah taala që do të hyjmë pitonës deri në ditën apo faljen e Kurban Bayramit, ditë të mëdha, netët të mëdha janë të nderuar vëllezër, sepse Allah është betu në to. Dhe pejgamberi tha, afdalu ayami dunya, ditët më të mira të ymrit ton, edhe të jetës ton, prej asaj dite kur Allahu ka krijuar 12 muaj, janë 10 ditët e haxhit të nderuar vëllezër xhamatllin. Pse janë 10 ditët më të mira? Sepse të nderuar vëllezër në të është haxhi. Thot hoxha i nderuar Al-Hajar Al-Asqalani, butësia apo sekreti i këtyne 10 ditëve të haxhit, vlera qaq e madhe të Allahu subhanahu wa taala që Allah është betu në to, thot se mrena këtyne 10 ditëve janë përmbledhur shumë ibadete, sa që nuk përmbledhen kësi llojesh ibadete në muaj tjerë. Nuk mundesh mi gjetë këto ibadete në muaj tjerë, vetëm në këto 10 ditë. Është agjerimi i ditës së Arafatit, është therrja e kurbanit, është shpërndarja e mishit kurbanit, është dhikri dhe kështu të meradh. Të gjitha këto ibadete dhe këto punë të nderuar vëllezër, të cilat bëhen nga ana besimtarit dhe besimtares në këto 10 ditë, për këtyre ibadeteve, dhikri, përmendja e Allahut, leximi i Kuranit, namazi natës, agjerimi, ose kryerja e haxhit, ose agjerimi ditës së Arafatit, ose tekbiret, me thon subhanallah, me thon elhamdulillah, me thon Allahu akbar, në çdo kohë e kanë shpërblimin shumë të madh të Allahu subhanahu wa taala.
Sa që ky shpërblim kur nuk mundet mu zavencu, apo këto vepra, këto ibadete nuk mundën mu zavencu në ditë tjera nëse i bën, apo nuk e kanë shpërblimit njëjtë, veçanërisht në këto 10 ditë shpërblimi shumë i madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu të nderuar vëllezër, agjerimi i ditës së Arafatit është në natën e Kurban Bayramit. Është prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wasallam me agjerua këtë ditë. Do ta përmendim inshallah vlerën e ditës, vlerën e agjerimit ditës së Arafatit. Në këtë 10 ditë gjendet edhe dita e Arafatit, për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin aktharu min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka asnjë ditë në të cilën Allahu subhanahu wa taala liron shumë robër nga zjarri i xhenemit sesa në ditën e Arafatit. Allahu shumë liron robër të vet nga zjarri i xhenetit, nga zjarri i xhenemit në 10 netëshin e fundit të Ramazan, sepse është nata kadrit. Ndërsa ka thonë për ditën e Arafatit, edhe kur muslimanët agjerojnë është prej sunetit, ndërsa haxhilerët nuk agjerojnë sepse nuk e kanë obligim. Domethënë që ky agjerim apo kjo ditë është ditë shumë e madhe, shpërblimi i agjerimit është shumë i madh, duaja në të cilën bëhet është shumë e madhe. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, khairu du'a yawm Arafa, duaja më e mirë, duaja më e hajrit që bëhet për besimtarëve, ka thënë është duaja në ditën e Arafatit, përveç shpërblimit të agjerimit ditës së Arafatit. Në këtë ditë Allahu qa shumë njerëz që puliron nga zjarmi i xhenemit sa që nuk liron ditë tjera. Inshallah jemi na pyetyn ya rabbel alamin. Atëra të nderuar vëllezër, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij, thot në ditën e Arafatit, ta keni parasysh kur thom në ditën e Arafatit, në ditën e natës së Kurban Bayramit, nesërmën është falja e Kurban Bayramit, në ditën e Arafatit, zbret Allahu subhanahu wa taala në sipërfaqen e dynjas, kur të gjithë haxhilerët janë të mbështjellur me 2 peshkira, të gjithë të tubum dhe të bashkum në një vend, në Arafat, në Mekë, atje në kodrën e Arafatit. Të gjithë duke kërku faljen nga Allahu subhanahu wa taala, duke i ngrit zërat e tyre me telbije, lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Të gjithë të barabartë, i pasuri me të varfërin, apo i bardh apo i zi, apo i gat apo i shkurt, të gjithë barabartë, të gjithë të veshur me 2 peshkira të mbështjellur trupat e tyre dhe të raskapitun dhe të lodhun para madhërisë Allahu subhanahu wa taala, sa që Allahu xhalla xhelalu të nderuar vëllezër, edhe pse ky hadith shkon për haxhilerët tanë të cilët janë atje tani, për me ditë ata vlerën e tyre, Allahu ju mundsoft edhe ju me shku, me prezantu, me krye, me plotsu dinin, sepse kryerja e haxhit të nderuar vëllezër, me kryerjen e haxhit e ki plotsuar dinin. Allahu na mundsoft me plotsu dinin ya rabbel alamin. Allahu po krenohet para melaçeve. Pi thot melaçeve, o ju melaçet e mia, këta robt e mi, të cilët kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, e tauni shu'than ghubra, kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, dhe kjo realitet. Haxhilert, synimi i tyre dhe shkurja e tyre në Mekë, në mesin e botës, për ta kryer shartin e 5 të Islamit, kanë shkuar prej 7 kontinenteve të botës, me një telbije, me një qëllim, të gjithë të barabart para madhërisë Zotit, lodhën dhe të raskapitun, të pluhnosur. Allahu i thot, api shikoni, o ju melaçet e mia, Allahu po krenohet para melaçeve, shikoni se çish kanë ardhur këta haxhilert për vendeve të ndryshme, të lodhën, të raskapitun, të pluhnosur. T'jeni dëshmitar, o ju melaçet e mia, se une ja u fala mëkatet edhe gjunat atyre. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u ila al-janna, hax i pranuar nuk e ka shpërblimin vetëm se xhenetin Allahut subhanahu wa taala. E haxhiu atë ditë kur del prej Arafatit, para namazit akşamit, kurse neve po presim të nesërmën me fal
Kurban Bayramin, me dal namazin e sabajt dhe me fal namazin e Kurban Bayramit, dhe pastaj 4 ditë kemi kohë për mi thërë kurbanet tona, kur dalin haxhilert në ditën e 9 të Arafatit, prej Arafatit në drejtim Muzdelifes, a di ç'është dalin? Të pastër prej mëkateve, të pastër prej gjunaheve, ashtu sikur që kanë lind a ditë prej barqeve të nonave tyne. Ka thënë pejgamberi alayhi salam, men hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuhu, kush e kryen haxhin, nuk shtyen, nuk fyen, nuk shan. Thot atë ditë kur del prej Arafatit, në drejtim Muzdelifes, thot do të del i pastër për mëkateve, ashtu sikur që ka lind nona vet atë ditë prej barkut vet. Sikur që kanë lind të pastër, fëmijë i vogël kur lind pa gjuna, pa mëkate, kështu njeriu pastrohet prej gjunaheve kur e kryen, kur del prej, domethënë Arafatit drejtim të Muzdelifes. Muzdelifes është një kodër tjetër atje ku mlidhen guralecat të ndëruar vëllezër, pastaj domethënë ku fillohet gjutja e guralecave shejtanit madh, pastaj të mesmit edhe të voglit, edhe 3 ditë tjera me radhë në 3 ditët e Kurban Bayramit për ta madhnuar Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam të ndëruar vëllezër, ma min ayami al-amalu s-salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka ditë që veprat e mira në to janë më të dashura te Allahu subhanahu wa taala se sa 10 ditët e Dhulhijhes. To 10 ditët janë ditët më të dashura te Allahu azza wa jall. Njëri prej sahabëve u thu, tha ja Rasulullah, edhe xhihadi, tha, a mundet mja kalu xhihadit rrugës Zotit? Tha edhe xhihadi. Faktikisht këto 10 ditët janë më të mira edhe se xhihadi në rrugën e Allahut azza wa jall. Ne e dim shpërblimin e xhihadit. Xhihadi në atë kohë që kanë luftuar mushrikin me muslimanët për ta ngritur fjalën la ilaha illallah, më thënë ai që vdes në rrugën e Zotit e ka shpërblimin xhenetin Allahut subhanahu wa taala, shahidi apo. Ka thonë ja Rasulullah, edhe ai që shkon xhihad, ka thonë këto 10 ditët janë më të mira edhe për atë njerin i cili shkon xhihad. Përveç ka thonë nëse dikush del, nëse del me mallin e vet, me nefsin e vet, edhe më nuk kthehet. Domethënë ka për qëllim shahidin. Thot të nderuar vëllezër, Ibn Rajab rahimullah, thot yadullu hadha al-hadith inna al-amala fi ayam al-ashr afdalu min al-amali fi kulli ayam as-sunnah fi kulli ayam as-sana. Qali Ibn Rajab rahimullah, yadullu hadha al-hadith, ky hadith tregon, që e tham, ky hadith tregon se inna al-amala fi ayam al-ashr, punt, veprat e mira, të cilat bëhen në 10 ditët e Dhulhijhes, në 10 ditët e para të haxhit, thot vepra, puna, sevapi janë shumë i madh tek Allahu subhanahu wa taala, saqë nuk krahason këto punë dhe këto sevap edhe këto vepra nëse bëhen domethënë sevapet apo veprat edhe pas këtij muajit. Sikur që muslimanët kur i kanë dhënë rëndësi 10 netëve të fundit Ramazan për me nxon natën e Kadrit, a ki pa xhamiet kanë qenë të përplot. Kështu duhet edhe këto 10 ditët me shfrytëzue me punë dhe vepra të mira, duke fal namazin në xhami, duke vizitu familjarët, duke u pajtu me njëri tjetrin, duke zgat dorën e pajtimit, duke a fal tjetrit, që ato çka e ke marrë një adhën, duke i largu paragjykimet, duke shtu dozën e leximit të Kuranit, duke u shu natën me fal namaz natë, duke agjëru disa ditë për këtyne ditëve. Mi agjëru disa ditë për këtyne ditëve përveç ditës së Arafatit, duke dhënë sadaka, duke u përgatit me ble kurbanin ton, duke u penduar dhe duke u nënshtru Allahut subhanahu wa taala, dhe kështu me radhë të nderuar vëllezër xhamatin, e lutim Allahun subhanahu wa taala ibadetet tona, lutjet tona, Allahu t'i pranoj dhe të na bëjë pjesë të muslimanëve që t'i shfrytëzojmë këto ditët edhe këto netët edhe këto muaj të shenjtë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe shpresojmë që nesër këto punë dhe këto vepra t'i gjojmë tek Allahu subhanahu wa taala prej kodrave ja rabbil alamin, ndërsa mëkatet, gjunat, lutim Allahun që Allahu më na fal, të vdekurit ton Allahu t'i mëshiroj, të smorit ton Allahu t'i shëroj. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.